Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se nuk do të marrë pjesë në funeralin e Papa Franceskut, një ceremoni në të cilën presidenti i SBA Donald Trump tha se do të jetë i pranishëm. Mund të ishte kjo një mundësi për takimin e parë ballë për ballë të dy atyre që kur Trump u kthye në detyrë me një premtim për të dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës. Putin tha se nuk ka vendosur ende se kush do ta përfaqësojë Rusinë në funeralin e të shtunës, njoftoi Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve RIA. Ekziston një urdhër arresti nga Gjykata Penale Ndërkombëtare për Putinin, lidhur me krimet e dyshuara të luftës në pushtimin e tij të Ukrainës, që do ta kishin komplikuar pjesëmarrjen e tij në funeralin e Papës. Megjithatë, vendimet e Gjykatës Penale Ndërkombëtare mbetën në dorën e qeverive anëtare. Hungaria kohët e fundit kundërshtoi një urdhër të gjykatës për të lejuar një vizitë shtetërore të kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu. Trump po përpiqet të ndërmjetësojë për të dhënë fund luftës së Rusi-Ukrainë dhe administrata e tij ka shprehur zhgënjimin për mungesën e progresit, duke sugjeruar se SBA do të largohen nëse nuk ka hapa konkret shumë shpejt. Varrimi i Papa Franceskut do të bëhet në Vatikan të shtunën në orën 10.